Ky është një nga shpenzimet më të mëdha, por nuk e zëvendëson dot mbështetjen e Amerikës, por ajo që do të bëj është që ta mbajë Ukrainën në gjendje lufte, në mundësi që ta vazhdojë mbrojtjen, por sanksionet, rritja e sanksioneve ndaj Rusisë është strategjia më e mirë. Mungesa e këtij presioni nuk është e mirë jo vetëm për Ukrainën, por edhe për Evropën. Sekretari Hegseth ju kërkon evropianëve të shpenzojnë 5% të GDP-s për ushtrinë. Pse e kërkon këtë? Sepse Evropa duhet të mbrohet vetë nga Rusia. Dhe këtu kemi një presion që po i ushtrohet Evropës që të shpenzoj 5% të GDP-s. Dhe kjo nuk është një strategji shumë logjike për të zgjidhur problemin e Ukrainës. Sikurse e thash, duhet një strategji konstruktive që të jetë në interesin më të mirë të komunitetit ndër-atlantik. Zoti Shej, edhe një pyetje për të kaluar tek Ballkani. Cila është pritshmëria juaj për samitin e NATO-s të 26 qershorit në Hag, për sa i përket raporteve mes transatlantike, mes pjesës europiane dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Çfarë prisni ju? Mendoj se është lajm i mirë fakti që presidenti Trump do të paraqitet në këtë summit. Së dyti, ditën e djeshme, presidenti Trump emëroi një komandant të ri në Evropë që tregon se është akoma Amerika ajo që i drejton forcat e NATO-s. Por është edhe fakti që Trump ka deklaruar se do t'i lërë aty ku janë trupat amerikane në Gjermani. Kjo është diçka pozitive. Gjithashtu, një nga prioritetet e tjera të tij është marrja e garancisë nga Evropa që do të shpenzojë 5% të GDP-s në investime për mbrojtjen. Këto janë pikat ku Evropa dhe Amerika do të mundohen të bien dakord gjatë summitit, pasi mund të shpenzohen shumë para për mbrojtjen, por pyetja është çfarë mund të fitosh nga ky shpenzim. Sepse Rusia nuk mjaftohet, nuk mund të mundet vetëm me një artilleri më të rëndë dhe me më shumë ushtar. Ndaj, summiti duhet të konfirmojë unitetin e forcave të armatosura dhe kjo është ajo që unë uroj të ndodhë në fund të muajit kur mbahet summiti. Zoti Shej, në momentet që flasim, në Shqipëri dhe në Kosovë po zhvillohet manovra e madhe ushtarake Defender Europe 25. Si e vlerësoni ju që pikërisht në këtë kohë zhvillohet kjo manovër në Ballkanin Perëndimor? Sorry, sir, I do apologize, but I did not get the first part of your question through the translation. Në këto momente që flasim,